Të drejta propozimit nuk është e domosdoshme për ta votu, por vetëm e drejtë e propozimit, me interpretimi 2014 që e përmeni ish deputeti Bulliqi. A kanë obligim kushtetues që ta deputet Kuvendit Kosovës me votu për, kundër ose me apo? A kanë obligim me marrë pjesë në votim? Po. Këta s'po marrë pjesë në votim. Veç është një problem. E kam bo. Është një problem. Ata përndojnë ati? Thuaje. Okej. Këta, kur ishte pro kundër abstenim, Albolenës votuan. Pa. E krytën obligimin. Po. 2-3 herë. Gjithashtu, për ti Lëvizja Vendose i takon, po dalë me terma, ju kështu të kushtetues të mos me mjekullojmë qytetarin. Lëvizja Vendose ka drejtën e propozimit të emrit. Ka propozuar Brena Agjiun. Deputetët në salë, jo vetëm këta të ishë opozitës, po dhe një i vetë vendosë që të mërë në vetu kundër Albolenës, ose me abstenu, ashtë e drejtë. Do të thotë që për ti e propozuan, s'ndodha, e di, Lëvizja Vendose ose kështu ose po ose jo. Ose u kryaja puna, këtë e diteve. Shkoj dhe fund logikës u shkak të dhe në fund, shumë e thjesht, do të thotë, kanë votuar pro kundër abstenim, dhe çka ndodhi, duan me çdo kusht ta kalojnë, sepse deputeti çdo subjekti politik ka drejtë ta dojë një kandidate, do të thotë duke votuar pro dhe kundër ose abstenim, këta duan të imponojnë subjekte tjera politike që siç e përdor kolegu im Albinoti me shumë të drejtë për hramet me ja votu, do të thotë pa asnjë marrëveshje politike, gjë që nuk ka ndodhur. Prandaj të pyeta, a ke qenë 2 mandate, a ka ndodhur ndonjëherë të zgjidhet kryesia e kuvendit, të zgjidhet kryetari i kuvendit, të zgjidhen qeverit pa marrëveshje politike? Po bre, po është mirë, jo si opinionista, me tregu opinionit publik, që nuk është detyre lëvizjet vetë vendosjet të vetë me konstitu kuvendit Kosovës. është detyre keq në subjekte politike pjesëmarrëse. Këto subjekte politike pjesëmarrëse në kuvendit Kosovës e kanë bllokuar kuvendin sepse nuk po lëshojnë me shku. Albinoti thotë duhet një marrëveshje. Ta po thonë, lutem. Ta po thonë hiç Albulena Agjiun. Ku është tash kur vjen puna e votimit në kryetarët e kuvendit, tash me dal vizave vendosur me thonë, unë nuk ta due ta zom me mlikrasi që po e duhet që tjetër. Nuk mund me datë diktu kandidatin subjektit të politik. I pari i cili ka dalë me 2 fishin e votave nga i dyti dhe i treti, le të bëjnë një marrëveshje se ka kuptuar që se ka 51%, edhe duhet të bëjnë një marrëveshje, një koalicion, një sistem parlamentar të bëjnë një marrëveshje me parti tjetër. A lypi marrëveshje kryetarit duke s'ta kanë thirrë. A e thirrë publikisht, hajde bëj marrëveshje. A ka drejtë? Hajde unë. A ka drejtë? Tha ju, ne nuk ishte hes. E thirrë këto me mlikrasi. A ka dalë zoti Lumir Abdigji ku i shpërrizuar me pasoja të rënda nga ky koalicion paraprap? A ka dalë? Si mund t'i besoj prap një martesë politike me Albin Kurti? Ju thoni që po friksohet LDK-ja, friksohet LDK-ja? Ka dalë zhgënjur. Martesën e parë jo dini që se ka prish Isa Mustafa, ka prish Akim Veliu, sepse hupi postën e ministrit. Ai e ka prish. Arsyeja ishte tjetër kohë, shkarkuesi ishte problemi. Shkarkoi ky sepse si ky ti punë që duhet. S'ka pasur pa shkarku. Po nuk do të thonë që për shkarkim të një ministri duhet mu prish këtë qeveria. Ata kanë prish qeverinë. Ju e thatë më përpara, kishim të bëjmë në atë kohë me një figurë e cila ishte ju e thatë e përdordin tok fjalësh, kryeministër në hije. Dhe kjo ishte një situatë jashtëzakonisht specifike, ku një kryeministër në hije, që ju e përdordin ai nuk e ka shkarku kryeministrin. Kryeministri këtë zavendës kryeministrin Abdullah Hoti, apo zavendës kryeministrin. Nuk e ka shkarku zavendës kryeministrin. Por e shkarkoi njëna prej figurave që në atë kohë ishte fuqi, si e thatë edhe ju. Dëgjom, unë veç një po e them, opinioni publik duhet me pas të qartë që blokus nuk është lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje pe ofron një kandidat vetin. E ka ofrue. Nuk i ka 61 votë. Se po ti kishte 61 votë, lëvizja vetëvendosje kishte kry moti, sot e kishte bot qeverinë. Por po ka nevojë për votat e çdo subjekte tjera pjesëmarrëse në parlament. Këto subjekte tjera nuk po dojnë me votu. Pse mendoni se ju m'fal, Ard. Pse mendoni që po ju refuzon LDK-ja? Ju e njihni LDK-n. Po. Pse po ju refuzon LDK-ja? Unë mendoj që LDK-ja ka frikën